Bashkë me këto ditë që kanë mbetur pra, po kalon edhe i gjithë muaj Ramazanit. E pas 2 ditësh e sotmja dhe e nesërmja, kam parasysh dhe përfytyroj ato dyrët e mrekullueshme të xhenetit që Zoti i hapi për gjithë Ramazanin, se si do të mbyllen, subhanallahu. Ato dyrët e xhehenemit që i mbylli Allahu xheleshanu, se si hapen prapë dhe vazhdon jeta normalisht siç ishte përpara Ramazanit. Por një gjë nuk ma lën shpirtin rehat, dhe ajo që duhet të na shqetësojë të gjithë neve dhe na shqetësojë është një çështje e madhe. O ju që agjëruat një muaj për Allahun xheleshanu, ju që u falët natën për Allah, ju që natën e ngjallët dhe i dhat asaj jetë me përmendjen e Zotit, ju që me dëshirën dhe energjinë e zemrës u ngritët për të konsumuar syfyrin që ta agjëroni një ditë për Allahun xheleshanu, ju që çdo iftar ngritët duart me lutjet tuaja dhe trokitët dyert e qiellit, lutjet e zemrës për një shpirti dhe për një zemrë agjërues. A thua vallë na ka pranuar Allahu xheleshanu? A thua vallë kemi fitu faljen e Allahu xheleshanu? Cila është pozita jote dhe imja mbas ti Ramazanit tek Allahu xheleshanu? A thua vallë Zoti ynë është kënaqur me ne? Llogaritë veten tënde vëlla ime dhe motra ime si dikush që qëndron përpara derës xhenetit dhe jepin momentin që duam në u fut për në xhenet me mirësinë dhe me begatinë e Allahut xheleshanu. O Zot, kur ja Allah mos e thënë të Zoti xheleshanu që tjerët futen dhe ti të mbesësh ose ne të mbesim aty. Imagjino futen gjithë ata që fituan dhe neve mbesim se Zoti nuk është kënaq për ne dhe nuk na ka falë dhe nuk na ka mëshiruar në këtë muaj të madh Ramazanit që fiton mëshirë në këtë muaj çdo gjë e gjallë, subhanallahu, që me zemër e përkushtohet Allahu xheleshanu. E mbase, nëse nuk e fiton këtë radhë, që të futesh në xhenet, edhe të futesh me ata që futen në derën e xhenetit me kënaqësinë që ke fituar tek Allahu xheleshanu, mbase nuk do të jepet më këtë ky si shtu dha këtë vit, se nuk e din njëri se çfarë na gjen deri vitin tjetër. Jam i sigurt se ky Ramazan, ky agjërim, ky adhurim, këto vepra të mira, dëshira dhe përpjekja për t'u larguar nga e keqja dhe nga rruga e shejtanit kanë lënë gjurmë të thella dhe gjurmë të forta në shpirtin e gjithë secilit prej nesh. Mbase të gjithë jo, po një pjesë e besimtarëve janë munduar që ta abandonojnë përfundimisht keqen, dhe agjërimi i tyre u kthye nga një agjërim ushqimi në një agjërimin e shpirtit, të zemrës dhe të gjithë gjymtyrës dhe të qenjes e tij, duke arritur gradën e engjëllve të Allahut xheleshanu. Por edhe ata që nuk e arritën dot këtë gradë, s'ka dyshim se janë bërë më të mirë, kanë përmirësuar shumë nga vetja e tyre, duke fituar terren nga e mira që neve në Allah edhe na mundsoi Allahu xheleshanu në këtë muaj të begat, dhe favorit me mëshirën e Zotit që ishte prezent më shumë se kurdo herë. Armiku i tyre ka qenë i burgosur dhe i prangosur, e kanë fituar pra kështu terren tek e mira, duke ngjit gradët edhe pozitat tek Allahu xheleshanu. Po na ikën mysafiri i shtrenjtë që na afron me Zotin ton, e do përcjell përshtypjet dhe opinionet për gjithë secilin prej nesh tek Allahu xheleshanu. Sa u përkushtuam, sa ja dham neve vlerën, sa fituam këtë muaj dhe sa u ngritëm në gradë dhe u afruam tek Allahu xheleshanu.